Ka nisur kampionati kombëtar i kategorisë superiore për futbollin e femrave dhe java parë përballë derbin Shkodran Vllaznia Atletik Klub Shkodra me trajnerin atletikut Elis Legata. Profesor, sfida javës parë më njëherë përballë kampiones, një short i vështirë, kalendar i vështirë. Të drejtën normalisht java parë për ne ishte tepër e vështirë, pasi ne jena një skuadër e cila jena konsolidu momentet e fundit. Dihet Vllaznia është një skuadër e cila merr pjesë edhe në Champions League dhe nivelet në alta ku do të rrojë suksese e cila përfaqëson futbollin shqiptar në Nation me Interin, shpresoj që të ketë një rezultat mirë. Përtej kësaj një diçka pozitive ishte edhe për ne që në këtë vit jena rikthyer me emrin tonë Atletik Klub Shkodra me emrin e shoqatës. Normalisht është disnivel i madh të lush me ekipin e Vllaznisë, ku ka lojtarë tepër cilësore, ku pjesa më e madhe janë lojtarët e ekipit kombëtar të Shqipërisë. Them drejtën, për te rezultati jam shumë i kënaqur me vajzat, me atë që dhanë fushën e lojës, ku ne arritëm shënonin edhe një gol. Normalisht do bëjmë më mirë në javën vazhdim për të marrë rezultat të mira dhe për të rindisur sa më mirë në tabelën e klasifikimit. Natyrisht fitoria e Vllaznisë e merituar sepse vetë potencën që ka dhe është një praktikë një ndeshje të rëndësishme ndërkombëtare si Inter Vllaznia për Europa Cup. Si që theksova dhe më përpara, unë uroj shumë suksese, sepse Vllaznia është në vazhdën e kampionatit, është në vazhdën e ndeshjeve, edhe do kisha pas dëshirë që të ketë një rezultat pozitiv për ta ngritë sa më lart këtë futboll të vajzave, pasi dita e ditës po vazhdon të vështirësohet, dhe këtë vështirësi hasim edhe ne, ku kemi një skuadër të vogël, po kemi vështirësi tek vajzat. Shpresoj që Vllaznia të ketë një rezultat të mirë, edhe pse jo, të kualifikohet edhe të bëjë një surprizë të madhe. Profesor Legata thatë me herët se keni kënaqësinë se riktheheni të kemi juaj identitetit të klubit, duke pas parasysh se vitin e kaluar keni luajtur me këtë element, por me logon e Laçit. Po, është një diçka e mirë, sepse marri kontrata 3 vjeçare ku ne kishim me shoqatën ose me skuadrën e Laçit, duke falendëruar për mbështetjen që na kanë dhënë për 3 vite. Menduam që të rikthehemi edhe një herë në emrin tonë, në identitetin tonë, për të dhënë më të mirë në shoqatën Atletik Klub Shkodra, për ta përfaqësuar këtë shoqatë edhe në Superligën e vajzave me emrin tonë. Besoj që është një diçka e mirë, ku ne të kena mundësi edhe të kërkojmë edhe diçka më shumë. Për javën e dytë, ku luan dhe me ke luan Atletiku? Kemi një ndeshje me Kino Studio, besoj që janë kundërshtar tonë direkt për të marrë pikë njëri tjetrit. Besoj që të bëjmë një ndeshje të mirë, pse jo edhe të fitojmë do ishte diçka pozitive. Legata, faleminderit, sukses. Ju falenderoj dhe juve suksese.